Ju përshëndesim të gjithëve zonja dhe zotrin, juftojmë të na ndiqni, do të flasim për protestat e bukura studentore në Maqedoninë e Veriut. Ju keni patur mundësin të informoheni në lidhje jo vetëm me pjesëmarrjen masive të studentëve dhe jo vetëm në kërkesën e tyre legjitime, por edhe sa i takon kërkesave të tyre që janë shumë të qarta. Tashmë qytetarët besoj janë informuar se në Maqedoninë e Veriut çështja e gjuhës shqipe është e rregulluar nga kushtetuta e vendit, duke garantuar përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare për komunitetin shqiptar, natyrisht sankcionuar kjo në kushtetut me përqindjet përkatëse. Po përpos qasjes institucionale, unë kam qenë shumë e vëmendshme për të lexuar një sër historianësh dhe studiues shumë të mirë të historisë sonë kombëtare, aty ndër të tjera përmenden shqiptarët si pasardhësit antik të Maqedonisë dhe kanë detyrim përdorimin e gjuhës shqipe jo vetëm si detyrim kushtetues, por edhe si detyrim ndaj historisë. Për të diskutuar për këtë dhe shumë çështje të tjera, më lejoni të prezantoj, kemi në lidhje direkte zotin Ardian Muhaj, profesor Muhaj, studiues i historisë, historian. Muhaj, mirë se vini. Mirë se u gjej, pasi. Muhaj, juve shkoni përtej kërkesave të studentëve, pra jo vetëm shprehni solidaritetin tuaj sa i takon protestave studentore dhe kërkesave të studentëve, por ju thoni kërkesa për respektimin e ligjit për gjuhën shqipe është e arsyeshme, por është shumë pak, thoni juve, duhet që ligji të përmirësohet. Fokusohemi në rrafshin historik, përse e thoni ju këtë? Tani ligji për gjuhët në Maqedoninë e Veriut nuk është se në letër nuk ka një përcaktim, guack, një kornizë, një ambalazh të bukur. Çështja është që ka që në fillim ka një dyzim, një ambiguitet të qartë, që i ndryshëm është e para interpretimi, zbatimi, edhe dinamika e implementimit të ligjit. Kemi një problem shumë interesant, i cili ka të bëjë me këndvështrime të ndryshme për diçka e cila do duhet ishte e qartë, e shkruar në letër dhe pa asnjë ekuivok. Tani problemi është se kërkesa e studentëve padyshim që edhe vetë si kërkesë nuk është se ka të bëjë thjesht me një provim të një fakulteti. Por vjen nga studentët e jurisprudencës pikërisht sepse si treguesi indikator i mos koordinimit, mos marrëveshjes së brendshme pikë së pari në brenda faktorit shqiptar dhe së dyti, për këtë pikërisht ambiguitet dyzim mes ligjit në letër, ligjit për fasad dhe zbatimit të tij. Çfarë ndodh? Vetë spektri politik shqiptar është i ndarë sot. Imagjinoni në çfarë situate jemi. Ka një debat nëse ligji është zyrtarizuar apo jo. Pra, opozita sotme thot që ne kemi zyrtarizuar ligjin, ne kemi lënë të gatshëm dhe
e kemi përfunduar totalisht detyrën ndaj kombit, ndaj qytetarëve tanë shqiptarë. Partit, koalicioni i sotëm në qeveri si duket se nuk ka një vijueshmëri dhe një saktësim të qartë, jo ligjor, sepse ligji është publik, por në aspektin e interpretimit, zbatimit dhe krijimit të mekanizmave agjencive, të cilët në fund funit janë ato të cilat e vendosin se është apo zbatohet apo jo. Pra, është lënë shumë subjektive dhe dy palët madje akuzojnë njëri tjetrën dhe partitë që sot janë pushtet pretendojnë se opozita e BDI-s, pra që mburret se e ka shtyr në këtë pikë të miratimit në vitin 2019, nuk e ka quar punën deri në fund. Pra ka boshtëqe administrative, teknike dhe mundësi për interpretime të cilat nuk e lejojnë implementimin ose e pengojnë. Tani, kjo është një çështje që shkon tek absurdi dhe ajo që do duhet ndodhte është pikësparit që ky debat që një farë mënyrët dhe në shumë mënyra është absurd, të shërbej për avancimin, rishikimin, unifikimin e faktorit shqiptar dhe shmangjen e ping-pongut, jo ne e bëm mirë, jo nuk po zbatoni mirë. Ju nuk e keni bërë mirë, ne do zbatonim mirë. E tjerë. Kështu që kjo protestë e studentëve të juridikut do duhet të ishte një shkëndij që do të jepte mundësi shmangjes totalisht së këtyre dyzimeve dhe përcaktimit, avancimit dhe përditësimit të vetë ligjit. Çdo ligj ka nevojë për përmirësime dhe situata e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut ne e dimë se ka nevojë për përmirësime sepse vetë të dhënat zyrtare e dëshmojnë se duke qenë komuniteti i dytë më i rëndësishëm zyrtarisht, megjithatë përballet me papunësi më të lartë, diskriminim më të madh në alokimin e fondeve të resurseve dhe në shkallë largimi për shkak të pamundësisë për të jetuar dinjitetshëm, sikurse komunitetet e tjera në Maqedoninë e Veriut, me një shkallë shumë fish më të lartë emigrimit se sa Maqedonasit dhe komunitetet e tjera. Pra, kemi madje diskutimi i asaj se a është ligji i zbatueshëm, a është i plot, a është gjuha zyrtare, a është gjuha shqipe zyrtare e tjerë, ka dalë përtej spektit politik në Maqedoninë të Veriut, spektit politik shqiptar, dhe ne kemi rastin edhe të kryeministit Albin Kurti, i cili mban qëndrimin e partive në pozitë sot,
pra të koalicionit lënë që BDI-ja nuk e ka quar punën deri në fund. Ka lënë boshllëqe, pa qartësi, dhe në këtë aspekt unë besoj se Profesor, detyra e Tiranës do të ishte që ta qartësoj, po. Po, unë shfletova dhe mjaft të njohës të mirë të çështjeve ligjore Maqedoninë e Veriut thot është sankcionuar në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, flasin për amendamentin 5, pra pikat kryesore kushtetuese, ndër të tjera gjua maqedonase gjuhë zyrtare pa kushte dhe pastaj një gjuhë tjetër bëhet zyrtare nëse e flasin së paku 20% e qytetarëve. Pra çfarë nuk është çuar deri në fund, deri këtu? Atëherë pikërisht kjo pjesë e kushtetutës që ju citoni tregon mangësinë, sepse një bashkësi qytetarësh që është 30% zyrtarisht. Pra ne nuk po flasim për atë që ne dim se jemi shumë më shumë. Se 20%. Por të dhënat e censusit 2021-shit, të publikuara në 2022, e japin numrin e shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut 29,2% o 4%. Pra më tepër se 20%. 29 bëhet fjalë, jo vetëm 20, po bëhet fjalë gati 50% se 20. Qartë. Dhe në momentin që një kusht plotësohet kaq shumë, atëherë ai kusht bie dhe duhet të shkojë tek përmirësimi. Dhe nuk është se kemi të bëjmë, si thosh, me një shumësi bashkësish, ku edhe një komunitet tjetër e ka këtë peshë thelbësore. Bëhet fjalë për një shtet me 2 komunitete kryesore, me slavo-maqedonësit dhe shqiptarët. Dhe ajo që gjuha maqedonase të jetë zyrtare pa kushte dhe shqipja të jetë zyrtare në bazë të caktuar e tjerë, është pikërisht mungesa e asaj që nuk e reflekton, nuk e pasqyron sa duhet të drejtat themelore të bashkësisë të kombit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Profesor Muaj... 30%... Po, përfundojeni, po. 30%, po. 30% duke pas parasysh se kombësia maqedonase edhe në censusin zyrtar nuk e përbën dy fishin e këtij 30%, pra nuk arrin 60%, është 54% dhe nuk mund të marrë, si të thush, prerogativen ose një diktatorizim të sfondit kulturor, gjuhësor, etnik, kur je pak më lartë, edhe përkundër manipulimeve, edhe përkundër mangësive, edhe përkundër metodologjisë së pasakt, je vetëm 4% më shumë se sa gjysma. Qartë. Profesor Muaj... Dhe fakti që... Po. Jo, përfundojni, mendova pauza, kishit përfunduar. Po, dhe fakti që përkundër trashëgimisë jo demokratike të atij shteti, një census zyrtar tregon një margjin kaq të vogël shumice, është dëshmi e pakundërshtueshme që shkon tek siguria matematikore që kjo shumicë zyrtare nuk është shumicë.
Atëherë, që të ketë një përfaqësim të duhur, do të duhej që të dy komunitetet kryesore të kishin të drejta të barabarta në të gjitha nivelet. Muhaj, përpos asaj që ju e quajtët me tokë fjalëshin siguri matematikore, që natyrisht edhe në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut cilësohet mbi 20%, pra 20%, flasim tani në rrafshin e identitetit dhe historisë sa i takon gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Pra, mendimi juaj, gjykimi juaj sa i takon rrafshit historik tashmë të identitetit që ka gjuha shqipe për shqiptarët që janë dhe pasardhësit antik të Maqedonisë, sot mos i futemi atyre debateve historike pastaj që janë të vërtetuara e stër faktuara. Kjo lidhet shumë e saktë dhe shumë e goditur edhe ndërhyrja. Kjo lidhet direkt me atë që sapo tham. Maqedonia e Veriut është një shtet shumë i çuditshëm që ka dalë edhe në ato titujt kryesor ndërkombëtar për vendosjen e shtetit për harxhimin në mënyrë të shfrenuar në atë që quhet lashtëzim ose antikuizim. Pra, shteti Maqedonas, i Maqedonisë së Veriut, ka vendosur miliarda dollar në dispozicion, ka harxhuar miliarda që do të mund të harxhoshin në projekte më zhvillimore, me proqytetarëve e tjerë, por miliardat e dollarëve për gjatë 20 viteve të fundit janë harxhuar në gur falso, në tulla falso të harxhuara për t'i dhënë idenë e lashtësisë së rreme dhe ju çdo kush që shkon në Shkup e sheh shumë qartë se aty të një shumësi e madhe godinash kryesore me pamje impozante dhe një dikush që nuk e njeh realitetin do mendonte se këto janë mira vjeçare. Në fakt janë ndërtime falso me paret e taksapaguesve shqiptar, Maqedonas, Rom, Turq, për të krijuar artificialisht idenë e lashtësisë së slavo-maqedonësve në atë hapësirë. Pra, le të themi kështjella rëre të trashëgimisë kulturore. Absolutisht. Dhe kjo çon edhe tek diskriminimi ekonomik, të shpërdorimi ekonomik, edhe historik natyrisht. Sepse me taksat e shqiptarëve në mënyrë tërësisht artificiale përpiqet që të krijohet një komunitet slavo-maqedonës gjithnjë më i madh, gjithnjë më i lashtë, gjithnjë më antik dhe ana tjetër është se për shqiptarët nuk ka asnjë ide, asnjë cent të harxhuar për këtë prirje, për këtë nismë. Pra, gjithë shteti vihet në funksion, duke përfshirë edhe taksat e shqiptarëve, vihet në funksion të një narrative artificiale të stisur dhe synimi është pikërisht ky. Jo vetëm të fryj numrat, jo vetëm të marrë resurset dhe taksat e të gjithë qytetarëve, por me mënyrë jo shkencore, jo demokratike, antiekonomike
të krijoj një slavo-maqedonizëm të rrem, duke zhdukur bashkësit më të afërta me slavo-maqedonasit, si që janë vlehet, si që janë një pjesë e romëve, si që janë serbe e tjerë. Pra, imagjino, zona Maqedonisë së Veriut sot është zona ku e dëshmohet prania e komunitetit vlla historikisht që në fillim. Dhe numri i vlleve sot nuk e kalon as 1%. Nga kanë vajtur këta vlle? Që të cilët të gjithë komunitetit i njohin se janë një shumësi shumë e madhe. Dhe njihen njerëzit, qofshin biznesmen, qofshin artist, qofshin politikan, i njohin. Nga kanë vajtur? Pikërisht këta janë kaluar përmes këtyre mekanizmave të lashtëzimit, presionit e tjerë, janë kaluar të deklarohen slavo-maqedonas dhe të rrisin artificialisht të numra. Profesor Muaj, ju e thatë më parë që ka munguar unifikimi i faktorit shqiptar. Tani pyetjen e kam konkrete, fillimisht njëherë për partitë politike shqiptare në Maqedoni, sa i kanë shërbyer ato interesit kombëtar atje, se po lexoja lloj komentesh të tipit janë shndruar në vegla shërbëtore të Serbisë e Maqedonisë, nuk e di çfarë gjykimi keni juve, dhe pastaj është e pashmangshme t'ju pyes edhe si i kanë shërbyer interesit kombëtar Tirana dhe Prishtina zyrtare në këtë çfarë po diskutojmë. A kanë patur ndikim? Nëse do të ishte për të kritikuar, pa dyshim që faktori politik shqiptar në Maqedoni të Veriut ka peshën e vetë të fajit. Por mundësin për të ndikuar, tagin për të ndërhyrë dhe për të mbrojtur gjuhën shqipe, shkon përtej shqiptarëve në Maqedoni, përtej spektit politik në Maqedoni të Veriut, dhe bie mbi Shqipërinë politike dhe mbi Kosovën. Nëse diskutojmë për gjuhën shqipe, Tirana duhet të ndërhyjë pa asnjë ekivok. Është gjuha e gjithë shqiptarëve. E drejta e përdorimit, lehtësia e përdorimit, mos diskriminimi, përpara se të jenë shqetësim i bashkëkombëtarëve, bashkëpatriotëve tanë në Maqedoni të Veriut, duhet të jenë shqetësim i Tiranës zyrtare edhe i Prishtinës, sepse e kanë mundësin, i kanë institucionet e pavarura, sovranitetin, që të bëjnë presion totalisht, jo në mënyrë të padrejtë, por për t'i dhënë të drejtën shqiptarëve dhe gjuhën shqipe. Dhe shumë e rëndësishme është kjo. Ne nuk duhet të mendojmë vetëm për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe. Këtë të drejtë duhet t'ua lejojmë, t'ua ofrojmë të gjitha komuniteteve. Sepse komunitetet në Maqedoni Veriut që deklarohen si turq, si bosnjak e tjerë, si rom, janë në proces të plot asimilimi dhe në një presion shumë të madh, dhe nëse del në terren dhe ne shohim se një numër i madh i turqëve, i bosnjakëve, i romëve praktikisht flasin shqip
në rrethin familjar, ndërkohë që janë të regjistruar ose si Maqedonas musliman ose ortodoks, ose si turq, bosnjak apo rom. Pa harruar edhe asimilimin dhe presionin e madh asimilues të shqiptarëve ortodoks në Maqedoninë e Veriut, të cilët historikisht kanë qenë të pranishëm dhe tani nuk rezultojnë në asnjë të dhënë zyrtare. Profesor Muaj, dhe së fundmi, atë unifikimin e faktorit shqiptar që nuk e bën politika fatkeqësisht, a do t'ishte ndonjë mrekulli e pritshme edhe nga ju, si unë ka orë që ndërroj, që të ngrihen studentët në Kosovë, në Shqipëri, në shenjë solidariteti ndaj studentëve në Maqedoninë e Veriut, pra mjaft me atë solidaritetin thjesht dhe vetëm virtual nëpërmjet rrjeteve sociale. A do t'ishte bukur që siç ngrihen studentët në Maqedoni, i shikonim në Tiranë, në Kosovë, gjithkund tjetër, pash që komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte reaguar. Absolutisht, dhe faleminderit shumë edhe për këtë shprehje shumë bukur të kësaj ideje. Padyshim që çështja jo vetëm e gjuhës, e përdorimit gjuhës, por çështja e shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut, në rastin konkret, është çështje e të gjithë shqiptarëve dhe çdo mangësi, çdo apati, çdo mos veprim është në dëm të mos rikuperimit, sepse është e vërtet se lufta, përpjekja, serioziteti, urtia e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut ka sjell tek një përmirësim i dukshëm i situatës i të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Dhe të mos ngatrohemi dhe mos ja japim këtë merit pushtetit Slavo-Macedonas. Është merit e përpjekjes së shqiptarëve Maqedoninë të Veriut dhe kudo në botë. Por nuk është mjaftueshëm sepse mangësia dhe pa mos respektimi të drejtave kombëtare të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, në fundit, në momentin që do të shkohet për të trokitur në Bashkimin Evropian vetë Maqedonia e Veriut, do të jetë një nga problemet që do e pengojë në këtë port. Për momentin ka problemin me Bullgarinë, pikërisht për çështjen e gjuhës, pra çështja mes bullgarishtes dhe slavo-maqedonishtes, ashtu siç kishte më herët problemin me Greqinë për emrin, do të ketë edhe problemin e mos respektimit të drejtave kombëtare të shqiptarëve në fazën e mëtejme drejt integrimit evropian. Profesor Ardian Muhaj, ju falenderoj shumë për bisedën së bashku. Faleminderit juve. Urojt na kanë ndjekur edhe e kanë sërish momentin, meqense nga botrori 2026 jemi skualifiku për të veshur ato fanellat kuqezi e për të solidarizuar me gjithë studentët në Maqedoninë e Veriut, që natyrisht kërkojnë një të drejtën e tyre kushtetuese, të drejtën e përdorimit të gjuhës së tyre, një drejtë sankcionuar në amendamentin 5 të kushtetutës, por natyrisht për të gjithë ata që e shohin mbi të gjitha edhe si një detyrim ndaj Zotit edhe ndaj historisë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar. Bashkëmirupafshim.